Përshëndetje edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit, pra e thatë edhe ju që sot nis edicioni 13 i festivalit Ferm Film, ku do të shfaqen filma nga shumë vende të botës me rrëfime shumë interesante. Për të diskutuar më shumë rreth këtij edicioni, këtu pranvetes kam Shkëndije Hysenin, zëdhënëse e festivalit. Përshëndetje. Përshëndetje. Po besoj që pas disa muajve punë intensive me një ekip profesionale, gjithçka tashmë është gati që sonte edhe të nisë ky festival. Nga ju do mësojmë shumë edhe rreth këtij programi. Përgjatë këtyre 5 ditëve, sa do të zgjas edhe ky program, çfarë do të paraqitet? Atëherë sot edhe fillojmë mes një kohë gjatë përgatitje, e fillojmë festivalin e filmit. Festivali i filmit do të zgjatë për plot 5 ditë, domethënë me 6 maj është nota e fundit. Sonte do ta bëjmë hapjen në ora 20, edhe ku do ta bëjmë hapjen me filmin Lejleku të regjisorit Isa Qosja. Po, sigurisht netëve tjera mund ta dim pak a shumë përkundër që në faqen zyrtare i keni bërë edhe publike se çfarë do të ketë, mirë po edhe për shikuesit që tashmë edhe na shohin, ta dim pak a shumë se nëse nuk janë në natën e parë, dytën ose tretën që ti bashkangjiten këtij festivali. Atëherë filmat do të jenë të metrazhi të shkurtër, ndohen në 4 kategori, fiktiv, dokumentar, eksperimental edhe animacione. Këto do të shfaqen në 3 teatre të improvizuara, kinema të improvizuara, këtu në Teatrin e Qytetit të Ferizajt, në Galerinë e Arteve, edhe do të jenë edhe në qytetin e Shtimës. Kemi mundu dhe me thënë këtë vit me zgjeru pak edhe në qytetin e Shtimës, që për me pas mundësinë edhe ata me ndjek filmat. Orare do të jenë në 2 orare, do me thënë prej orës 16 dhe prej orës 20. Në Galeritë e Arteve do të jenë edhe do të shfaqen edhe animacionet. Zakonisht çdo vit ne praktikojmë edhe këtë, ju japim mundësi që edhe nxënësave të shkollave fillore të vinë edhe të ndjekin përsa afër me filma. Ka prej atyre mysafirëve do të thonë që kanë aplikuar me animacione dhe kanë ardhur prej shteteve tjera këtu, edhe kanë mundësinë me bë bashkë bisedimin edhe me nxënësit rreth filmit që shfaq. E thash edhe në fillim të prezantimit që do të jenë pjesëmarrëse filma nga shtete të shumta të botës. Nga sa vende do të marrin pjesë dhe sa filma gjithsej do të prezantohen? Po, këtë vit kanë aplikuar rreth 300 filma, dhe do të thonë 70 prej tyre janë përzgjedhjen e ka bërë regjisori Ynë Ben Apolloni. Ka prej shteteve të ndryshme, prej Kroacisë, prej Belgjikës, prej Francës, kështu me radhë. Mirë, interesimi është i kënaqshëm me, domethënë, ato mundësitë tona që ne jemi mundu me ju përkushtu. Domethënë, këto plot 70 filma do të shfaqen në 2 orare gjatë këtyre ditëve rresht. Sigurisht gjatë viteve, përderisa është edhe edicioni i 13, ky festival është edhe zgjeruar më shumë dhe gjithmonë në secilin edicion sjellët edhe diçka e re. Në secilin edicion ka edhe risi. Në këtë vit, çfarë kanë mundësi ata pjesëmarrës të shohin në këtë edicion? Normalisht filmat janë ata që neve na japin mesazhe të mira, pozitive, që secili për atyre që kanë mundësi me ndjek, ndoshta e shohin edhe veten e tyre atë. Kështu që besoj që gjëja më e mirë që të tjerët e marrin, ata që vinë dashamirët e filmave, është shohin filma të mirë, filma që për një me ja vlen. Mos të harroj ta ceki që domethënë juria përbëhet prej 3 anëtarëve. E kemi edhe të anëtarë dhe ndërkombëtar që janë. Sigurisht juria profesionale si zakonisht. Është Helga Paskvan, kineaste nga Kroacia, edhe Ergys Faja, animator nga Shqipëria. Këta domethënë do të vinë edhe do i ndjekin përsa afër me filmat. Ndërsa Stefanos Kanedakis është regjisor nga Greqia, ai nuk ka pas mundësi me ardhur, por që do t'i ndjek filmat prej platformës online. E çka është e rëndësishme që mos ta harrojmë, sepse një kontribut shumë të madh në secilin edicion e japin edhe vullnetarët. Dhe sigurisht ka qenë edhe ajo thirrja për një periudhë që ti bashkangjiten këtij festivali, më intereson edhe pak a shumë ndoshta edhe numri përafërsisht i tyre, se sa janë pjesë e këtij festivali dhe angazhimi i tyre në këtë edicion. Me të thënë të drejtën, festivali vështirë realizohet pa vullnetar. Janë ata që i japin gjallëri festivalit, pozitivitet, edhe gjithmonë janë të hapur për çka do të qoftë
për krejt ato që ka nevoj festivali. Janë shumë kureshtar, me thonë edhe para se me fillu festivali, se kush ka me ardhë, sa filma janë për zgjedh, edhe për me ardhë me i ndjek edhe prej safremi. Është një numër goxha i knaqshëm i vullnetarëve, po e vrej që çdo vit veç po rritet, ka prej atyre që janë rrit me festivalin e filmit, me thonë prej fillimit i kemi këto. Kështu që po, janë krau joni gjatë. Sigurisht përgjatë këtyre ditëve ju e tha që keni një bashkëpunim të mirë edhe me shkollat, në mënyrë që të krijohet edhe një kulturë e artit edhe tek gjeneratat e reja, mirë po më intereson edhe tek kjo pjesa përderisa marrin pjesë filma nga shtete të ndryshme të botës. Sa i ka ndihmuar duke pasur parasysh edhe tek edicionet e tjera edhe artistëve të rinj të zgjerohen ndoshta pse jo të marrin pjesë në ndonjë festival edhe ata jashtë vendit me ndonjë film nga Kosova? Po e shoh që për një me kjo pjesa e festivalit filmit është mirë që me bat lidhshmërinë, po na me apliku me filma atje, po dhe tjerë dhe me thonë më ardhë këto. Shkëmbimi i përvojave gjithmonë është i mirë se ardhën, sidomos në një vend siç është Kosova, një vend i vogël, mirë po punon shumë. Edhe sigurisht se tani që e thatë marrin pjesë edhe shumë vende të botës, sigurisht që edhe artistat tonë të zgjerohen jashtë kufive. Është e mira, e krejt kësaj është çdo vit që vinë domethënë regjisorët të ri që i njohim, e krijojmë atë shoqëninë që ndoshta edhe të viteve të kaluara tash ndoshta nuk kanë aplikuar me filma, të them kushtimisht ashtu, ose kanë pas obligime tjera, gjithmonë jemi në kontakt me ta dhe pyesin si është shkuecuria e festivalit, çush sa filma janë, e kemi domethënë atë shoqëninë që edhe atje nëse është ai festival në shtete tjera, gjithmonë kemi pas domethënë ato bashkëbisedimet, informatat që është ky festival i mundi me apliku. Edhe po për neve është një mundësi shumë e mirë. Për shembull, herën e fundit e kemi pas Sabri Parazitin që ka marrë pjesë në Dresden të Gjermanisë, ai është rregullisht aktiv te pjesa e teatrit, sidomos e festivalit filmit që na pat nuk mundemi. Kështu që po, është mos harroj me cik diçka të veçantë, domethënë që jashtë konkurrencës do t'jetë edhe filmi Violinisti nga Sajmir Bajo, domethënë edhe filmi Leleku që do shfaqet sonte, edhe ky janë filma që prezantojnë dinjitetshëm kinematografisë shqiptare, domethënë të Kosovës edhe të Shqipërisë. Edhe e veçanta e këtij tjetër është një film do të shfaqet nga Kroacia, Agent 010, që është film që i kushtohet njerëzve me nevoja të veçanta, që është edhe ky jashtë konkurrencës. Përderisa po e thënë janë filma jashtë konkurrencës, është edhe një festival me karakter garues dhe në natën finale do të bëhet edhe përzgjedhja e atyre filmave nga juria profesionale të cilën e përmendët ju dhe bëhet ndarja edhe çmimeve. Është përcaktuar sigurisht edhe se cilat janë ato çmimet që do të ndahen. Po, secila kategori ka me pas çmimin e vet më të mirë, po do të jenë edhe dy çmime tjera, domethënë që i ndon festivali, special mention edhe është çmimi i mediave. Domethënë këto janë ato që përpos krejt kësaj, na e praktikojmë edhe gjatë periudhës, domethënë që e kanë të lirë regjisorët mysafir që na vinë prej shteteve tjera, e kemi edhe karakterin turistik, që dalim edhe kohën e lirë e vizitojmë, si për shembull Shpellën e Gadimës, qytetin e Prizrenit, pastaj pjesën e bifurkacionit këtu te qyteti jonë, ose këtu më afër bibliotekën, muralet që fakt qyteti jonë i ka njihet për qytetin muraleve. Bëhet promovimi jo vetëm i artit, por edhe i kulturës së Ferizaj. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione, uroj që gjithçka të shkojë mirë, mbar nga sonte në hapje deri me 6 maj. Faleminderit shumë edhe juve. I mirëpres gjithë ata dashamirët e librit, i mirëpresim faktikisht në të gjithë ekipa që më ardhë këtu me i shiju për së afërmi, edhe për secilin film që do të shfaqet gjatë këtyre orareve, kemi domethënë edhe bashkë bisedimet që mundemi ata regjisorë që janë këtu, mundin gjithë ata dashamirët filmit me i shkëmbim përvojat, pyetjet, po fiks, diskutime të hapura. Faleminderit shumë. Pra kështu mësuat edhe me shumë informacione rreth edicionit të 13 të festivalit Fair Film, ku do të shfaqen 70 filma nga shtete të ndryshme të botës, e tha edhe zëdhënësja e festivalit Shkëndije Hyjseni ato informacionet kryesore se ku do të paraqiten këta filma, çfarë do të ketë aktivitete përgjatë këtyre ditëve. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejt për drejt këtu nga Ferizaj dhe linjën po e kaloj tek ju në studio.